Të nderuar qytetar, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar lider të koalicionit Vlen, shefa shtabesh, miqe për krahas, ju falenderit për pjesëmarrjen dhe mirë se na keni ardhur. Më lejoni që fillimisht të përshëndes të gjithë aktivistët dhe për krahasit e palodhur që sot janë motori kësaj kampanje dhe meritorët e fitores. Teksa po afrohet data 19 tetor, është duke u bërë e qartë se për çka angazhohemi ne e çka duan të mbrojnë ata të tjerët. Teksa ne propozojmë projekte konkrete për çdo fshat, veç e veç, kampi tjetër mundohet t'i bindë votuesit se asgjë nuk do të ndryshohet. Pra ata përpiqen që qytetarët me 19 tetor t'i mbajnë në shtëpi dhe t'i nxjerrin me votime vetëm militantët partijak. Dhe ju besoj e dini se pse. Në mungesë të projekteve, ata duan që të mos dalin në votime dhe t'i lënë rehat edhe 4 vite tjera. Pra, kam frikë vetëm nga një gjë, dhe ato janë qytetarët tanë, votuesit e lirë, sepse e dinë që nëse ju dilni në votime, askush nuk ka se si t'i ndalë ndryshimet. Por, siç mund ta keni vërejt, ata gjithashtu kanë edhe një fobi tjetër. E ajo është puna. Mu për këtë arsye ne kemi dalë në balë të kësaj betejë dhe kemi bërë vetëm një premtim. E ai është që ne do të kthejmë komunën në punë. Të nderuar pjesëmarrës, ka ardhur koha që komuna e Bogovinës t'i kthehet punës, t'i kthehet misionit të shërbimit ndaj qytetarit. Sonte nga këtu, unë i ftoj të gjithë të rinj, profesionistit, bujqët, bizneset dhe të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që të jetojnë me ndere me djersën e vallit që masovikisht të përkrajnë platformën tonë dhe të bëhen pjesë e suksesit tonë në mandatin e ardhshëm. Të nderuar banorët komunës Bogovinës, ne do nisim mandatin tonë me mbi 4 milion euro investime të miratuara nga qeveria, që priten të investohen në komunën tonë, duke nisur nga ujësjellsat, rrugët, objektet shkollore, sallat e sportit, e shumë projekte tjera, deri në fund mandatit. Programi jonë parashikon investime në mbi 20 milion euro në të gjithë vendbanimet e komunës sonë. Këto investime do të japin fund një herë për gjithmonë çështjeve bazike, si uji për pije, por njëkohësisht do të na japin shansin që të investojmë edhe në turizëm, për krahje të rinisë e sportit, arsimit dhe kulturës, gratë dhe mërgatës. Pra, në një fjalë, programi jonë zhvillimor ka për synim të shndrojë komunën tonë në komunë të zhvilluar me infrastrukturë moderne. Prandaj, ju bëj thirrje që masovikisht, si një zë, me 19 tetor, të dilni në votime dhe të rrethoni numri 7, që bashkarisht të kthejmë komunën në punë. Ju falenderit, në prit të mbara.